Autoriteti i konkurrencës ka bërë punën e vet dhe ka dhënë ato rezultate që ka dhënë. Por ky nuk është një problem i sotëm, ky është një problem që ka vazhduar prej kohësh dhe prej vitesh. Në kohën që kishte Tirana vetëm një treg, edhe mund të flisim, të thoshim që është një treg i vetëm, monopol, dhe vendosin këto çmimet monopol. Tashmë është edhe një treg tjetër, që është bërë një treg i dytë. Po nuk flasim vetëm për Tiranën, sepse këto perina për fruta nuk shiten vetëm në Tiranë. Dakor, flasim edhe për Shqipërinë apo edhe për eksport? Jo, flasim për eksportin e lëmjan, se nuk është tjetër histori. Këto tregje janë në tregje autoritarë që vendosin çmime sipas dëshirës tyre. Nuk e vendosin çmimin sipas kërkesës dhe ofertës. Dhe kjo e bën më të vështirë problemin për ta gjykuar. Por ka një moment vetëm që duhet theksuar dhe duhet rregulluar. Që do të ndodhi dhe në të ardhmen kështu, kjo nuk përjashtohet. Por nëse ne nuk do të bindim prodhuesin dhe grumulluesin, transportuesin dhe këtë shitësin përfundimtar që të punojnë me kontratë, ne nuk kemi për të dalë në banë kësaj pune. S'kemi për të dalë në banë dhe kemi për të diskutuar dhe e kemi diskutuar vjet par vjet, po diskutojmë prapë si vjet, dhe e vetmja zgjidhje është kjo. Në mënyrë të tillë që ne të kemi mundësinë që kontratën ta gjykojmë, po kontrata ka dhe një moment tjetër të veçantë. Kontrata kërkon arbitrazhin. Ne nuk e kemi arbitrazhin. Dhe kjo është domosdoshmëri, sepse gjithë konfliktit e zgjidhjes së problemeve që lidhin me kontratën duhet të zgjidhen diku, vetëm në gjykatë, nuk ja del dot me gjendjen e gjykatave që kemi. Ju po thoni që këta nuk bëjnë kontrata, vetëm marrëveshje? Nuk, as marrëveshje, as kontrata. Marrëveshje me fjalë. Këta çojnë mallin atje dhe ai thotë unë kaq e marr, po deshe merre, po deshe lere.